I gjithë populli, pa dallime, jo vetëm ata që ndërlidhen me dëshmorë të me luftarë, se ajo është shumë normale, por kategori tjera qytetarëve që respektojnë si vlerë sublimet kombit tonë, luftë në ushtrisë shqiptare të Kosovës dhe vetëm ushtrisë shqiptare të Kosovës. E betejë koshore si ngërthen gjithë, sepse edhe vetë brigada, po njësitët që operuan atje, u krijuan në një hapësirë, në një ambient, në një rrethon kur kish mundësi të integrohen të gjithë. Pra ishte një bashkim i të gjitha formacioneve, rrymave, atëherë që qarkullonin, të gjithë u bëm në një rresht. Pra vendosim që e kemi, apo ke pas slogan atëherë, ne kemi një parti, ajo është e ushtria shqiptare të Kosovës, dhe ne kemi vetëm një politikë, luftën për shtërimin e Kosovës. Dhe tani, që isha duke shtru temën, unë mendoj se është koha, këto pyetje në këtë ardhë që shtrove, me elaboru gjithmonë, arsyet pse erdhi deri te lufta. Pse një popull vendos me luftu? Kur një popull vendos me luftu? Ishim në robëri. Që kjo Kosovë, që është sot shteti pavarur dhe sovran, ka qenë Serbia, apo ka qenë nën Serbi. Ne si qytetarë kemi qenë trendi dytë